26.600 maturant në të gjithë vendin ju nështruan sot provimit të parë të maturës shtetërore, atij të gjuhës së huaj. Provimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e 30 minuta. Maturantët u testuan në gjuhën e huaj që kanë ndjekur gjatë shkollës së mesme, kryesisht në anglisht, italisht, frëngjisht dhe gjermanisht. Nuk ishte i vështirë, ishte shumë i lehtë. Mjaftoi koha? Po, mjaftoi, në mbarova 40 minuta herët, kështu thjesht kam detur me kokë ulur. Te provimet e tjera, cili mendon se do jetë pak më i vështirë? Ekonomia dhe matematika. Ishte shumë i lehtë në fakt. Mjaftoi koha? Goxha mirë, po ishte mjaftueshme, mbaruam para kohës, kështu që. Ku e pe vetëm më vështirë dhe pyetim alternativa apo? Në fakt nuk ishte fare vështirë, nuk është se patëm ndonjë sfidë të madhe, kështu që. Doli koha? Po. Je përgatitur për të tjerat, si mendon? Po, jam përgatitur. Cili mendon se do jenë pikat më të vështira? Matematika. Shumë mirë. Pati Perfekte. Jo, më të lehta që të gjitha. Këtë vit provimi u zhvilluan në masa më të repta sigurie. Sipas rregullores, çdo administrator dhe nxënës që do të konstatojë me telefon do të kishte direkt përjashtim nga sistemi i provimeve. Ndryshe nga vitet e mëparshme, këtë herë teza e provimit nuk qarkulloi në rrjetet sociale gjatë zhvillimit të testimit. Kjo u pas një tregues i forcimit të masave për ruajtjen e sekretit të provimit dhe mbrojtjen e procesit. Në testim, maturantët u përballën me pyetje që lidhen me të kuptuarin e tekstit, përdorimin e gramatikës dhe fjalorit, si dhe me ushtrime me alternativa dhe përgjigje të strukturuara. Provimet e maturës do të vijojnë në ditët në vazhdim me lëndët e tjera të detyruara dhe me provimin e lëndëve me zgjedhje.